Qëllimi që ti trajnimi, qësaj pjesës të sesionit tanë, është mu fokusu të përgjithësi që i keni ju, po edhe pak mu mbrojt prej redaksive. Edhe është e mundshme me raportu vetëm dhe ekskluzivisht të vërtetën, pavarësisht nëse ajo dhe themi në një moment caktuar nuk i shkon në favor grupit etnik cili ti takon është. Secili gazetar, bie fjala unë e kam prejardhjen time, e kam identitetin tim dhe e kam një fuqi të caktuar. Ka ankesa që vijnë për palëve të ndryshme, edhe për gjitha këto këshilli vendos. Emrin e kam rënë, mbi emrin Kosovë. Jam shumë e lumtur që jeni sot këtu dhe jam tepër e lumtur që bashk jemi krejt komunitetet në një trajnim që do të jetë gjithë ditor. Jam gjithashtu shumë e lumtur që përveç trajnerëve shqiptare kemi edhe Darkon, të premten do ta kemi Markon. Edhe shpresoj që keni me kalu mirë edhe kemi me mësu ma shumë për njëri tjetrit edhe për praktika që shmuj me raportu ma mirë për njëri tjetrit. Secili gazetar, bie fjala unë e kam prejardhjen time, e kam identitetin tim dhe e kam një fuqi të caktuar për faktin që e kam këte apo këte. Fuqia jonë që ndronë të paanësia, do më thonë jemi të paanshëm edhe jemi aty për me një hapësin atyre për me shpalos historia. Pozitën, prejardhjen dhe identitetin, por çdo gazetar, nesha gazetar këte le anash kur raporton për diçka të tillë. Dhe kjo ka qenë një truk pyetje, nuk e shfrytëzoj pra fuqin për të akuzuar njërin apo palën tjetër. Kur flasim për etikën e gazetarisë, natyrisht se kemë fol edhe për edukimin medial, për shkak se janë të ndërlidhuna, aq më tepër sot kur në një farë secili prej nesh, qoftë si konsumus për mbajtjes e lëra me profesionist, jemi të detyruar që të bëjmë edhe një farë dekonstruktimi të lajmit të cilin e shohim çdo ditë, sidomos në mediat online. Për fat keq nuk kemi media të shkruara, të printuara, por kemi shumë media online, një pjesë të cilave me 49 saksisht janë pjesë e Këshillit Mediave Shkruara të Kosovës. Gjithë veprimtarinë e vet Këshilli bazu në kodin e etikës, besoni ose jo, bazu në këtë kod, i cili është kushtetuta e gazetarëve, i cili është ndërtuar mbi parimet bazike të bërit gazetari. Ka ankesa që vijnë për palëve të ndryshme, edhe për gjitha këto Këshilli vendos, besojmë në mënyrë meritore, natyrisht se ka me pas gjithmonë pa kënaqësi edhe kundërshti e tjera, por kjo në një farë forme tregon se megjithatë vendimet e Këshillit janë të rëndësishme. Tek ideja bashkëpunimit për mua rëndësi është të qenurit gazetar. Unë nisna prej çati parime, e di që për shumë ka mund në të mu perceptu ndryshe, edhe mund të me u përjetu ndryshe. Unë besoj që secili prej nesh që jena në këtë punë e dina rëndësinë e punës tonë, vlerën e punës tonë, ndikimin që ka të publiku, edhe është absolutisht për mu jetike që në secilin punë që e bëna më nisë ekskluzivisht prej profesionit edhe jo prej etnicitetit. Natyrisht kjo bindje shpesh herë është vënë pikpyetje, është vënë ndluhati le të themi edhe për shkak të zhvillimeve, cilave na natyrisht nuk mundna me qëndru indiferent, sepse jemi pjesë e këtij vendi, edhe raportojmë për ato që ndodhin, po qëllimi është besoj që me e marrë profesionalitetin aq sa është mundshme, edhe është e mundshme me raportu vetëm dhe ekskluzivisht të vërtetën, pavarësisht nëse ajo le të themi në një moment caktuar nuk i shkon në favor grupit etnik cili ti takon është. Po ka veç një të vërtet. Do të thënë nuk natyrisht në një moment kur ka shumë dezinformata, lajme të rrajshme, manipulime të ndryshme, është detyrë jona që jetojmë këtu dhe jetojmë ngjarje përditësh me e raportu vetëm dhe ekskluzivisht të vërtetën. Edhe ndër artikujt e mi të parë, që unë e kom publiku, ka qenë emrin e kam rënë mbi emrin Kosovë. E keni lexu, besoj dhe ka bën një jehon. Këtë qasje për kërkoj dhe prej komuniteteve tjera, edhe prej sërbëve, pse janë pjesë e Kosovës. Thjesht kemi pas në një luftë me rezhimin e Serbisë, për me sërbëve e Kosovës. Prandaj kjo duhet të ngulitet në kokët e tyre që duhen të jenë pjesë e Kosovës të integruar. Ta qëllimi që ti trajnimi, qëfaj pjesës ta sesionit tanë, është mu fokusu të përgjithësi që i keni ju, po edhe pak mu mbrojt prej redaksive. Edhe qëtu e ndojme juve edhe pak përvojën që e kom prej monitorimit të gjykatave. Po thëmë që kjo fjalla ndiqen, ti rrin gati,
vish për me kriju procedura gjyqësore mos me luan dikon rahat. Pyetja kryesore të padislla është çish me njeh, çish me di që një padislla. Rekomandimi i Këshillit të Evropës kundër padive slab i ka 10 indikator që na ndihmojnë me bënë një analizë është një padislla apo jo. Në një thot padici përpiqet me shfrytëzu një farë çekuilibri pushtetit. E dyta është argumentet që i paraqiten në padi janë ose komplet pa baza ose plotësisht. Çfarë do të thonë pjesërisht? Pjesërisht i vjen ka mundësi gazetari më huq. Po nëse ja huq gazetari ti shkon shkon për me lëp me mu rregullu që e shkret e jo me një herë me bo padi. Masane lypet kompenzim shumë i madh. Abuzohen procedurat që kjo është kur mjekët shumë agat se sa që ka nevojë. Përdoren taktika procedurale për me rrit shpenzimet, që me pas nevojë ma shumë avokat, ma shumë këshilla juridike. Targetohen individ. Me qëllim bo padinet një individ për me dekoraju që ato. Për shembull, ne marr rastin e Sarandës. Saranda ka pas një 20 padi aktive. Edhe vete pa tonë edhe publikisht, në një moment isha çau bu veç mund të padit. Po ideja u kon me targetu ato si individ, edhe me dallu prej kohës. Edhe ajo megjithato e ka një efekt. Nëse ti po targetohesh prej krejtve rregullisht, sidomos pi kompanive të fuqishme, e ka një farë ndikimi. Jashtë na nuk e bojnë shumë, PR kompani si marrin e thonë që kena bu padi, jena ato padi, se ideja është me kriju konfuzitet, më thonë nuk është e vërtet, ta kanë rrejt që na jena aty që në gjykat. Kryesisht ata që bojnë slab kanë histori të tillë, pra nuk është për herë të parë e bojnë. Edhe që elementi i fundit është nuk shkojnë nëpër KMSHK-ja KBM, po shkojnë direkt. Siç ka një rast drejtën në gjykat, duhet me kthyer më një herë, është abuzive.